Ndërprerja punimeve në projektin e qendrës rinore dhe kinemas së qytetit, sipas degës së PD-k-s në Ferizaj, po ndodh pasi që komuna ka filluar ndërtimin pa leje. Në fakt, ky projekt që nisi me fondet e qeverisë së Kosovës, sipas PD-k-s po ndërtohet në një pronë që nuk është e komunës, por e Sekretariatit të Mbrojtjes Popullore. Lulzim Aliu, nga ky subjekt opozitar në Ferizaj, tha se kryetari Sfarqa edhe kësaj radhe po dëshmon që po e shkel ligjin, duke e uzurpuar pronën e huaj me parat që ka përfituar nga qeveria e Kosovës. Aliu tha se projekti po dështon, ndërkaq mjetet e ndara ka rrezik të humbin. Për të realizuar këtë mashtrim, kryetari i komunës ka përdorur mekanizmin që ka pasur në ndjekim të plotë të tij, zyrën e prokurimit dhe zyrën e krijuar jo lehtëshëm të inspektoriatit. Sigurisht, kryetari nuk ka mundur ta bind drejtorinë e urbanizmit që të lëshoj leje ndërtimi në një tokë të huaj. Po ashtu, tash shef i zyrës së inspektorëve nuk është më Ismet Vranovci për të penguar inspektorët të kryen punën e tyre. Ata, para disa ditësh, dhanë urdhër që të ndërpriten punimet. Rrjedhimisht, kryetari ka ditur se ky objekt nuk mund të ndërtohet dhe përderisa nuk zgjidhet çështja e punësisë së kësaj tokeje, ky projekt do të dështojë. Si pasojë do të dëmtohet buxheti i komunës, ai qeverisë, si dhe kompania që e ka fituar tenderin. Në anën tjetër, drejtori i urbanizmit në Ferizaj, Faj Grainca, e pranoi që toka aktualisht nuk është e komunës, por tha se kanë filluar procedurat në këtë drejtim. Ai theksoi se punët janë ndërprer derisa toka të bartet në emër të komunës. Me ligjin mbi ndërtimin parashihen disa faza të rishikimit dhe natyrisht për të përfunduar objekti sipas standardeve të ndërtimit do të përfundojë së leja dhe pastaj të vazhdojë ndërtimi. Do thotë kjo ka qenë arsye më tepër arsye teknike që është urdhënuar punëkryesi që të ndërprej punimet derisa të bëhet leja gati. Bazamenti është bërë në bazë të dokumentacionit që e ka ndërzuar për leje ndërtimore dhe nuk ka absolutisht asnjë shkelje. Por, përveç kësaj, dega PD-k-s në Ferizaj ka informacion që qeveria e Kosovës tashmë i ka tërhequr edhe mjetet e parapara për këtë investim. Qeveria e Kosovës ka dhënë 300.000 euro për këtë projekt, ndërkohë që vitin e kaluar janë shfrytzuar vetëm 60.000 euro, ndërsa 240.000 euro janë kthyer mbrapa. Domthonë qeveria i ka marrë dhe nuk figurojnë më dhe nuk janë më në shfrytëzim për këtë projekt. Ndërkohë që na, te po këtë rrezik kryetari, në shkurt të këtij viti, kemi bërë bartin e mjeteve për vitin 2015 dhe kemi dhënë 200.000 euro. Dhe sot, domethënë nëse rrezikohet pasuria, është pasuria e komunës që kemi dhënë 200.000 euro për këtë projekt. Kësaj, dega PD-k-s bëri thirrje tek qeveria lokale në krye me Muharrem Sfarqën që të punoj me rregulla e kritere, duke respektuar ligjin, por edhe duke ruajtur pasurinë publike. Kjo parti opozitare paralajmëroi se për këto veprime, siç i quajtën ata paushale, që po i bën i pari komunës, do të reagojnë edhe me mënyra të tjera.